plotësimit kapitaleve në tregun imobiliar, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gensego sot ka pasur një raportim në Komision Parlamentar të Ekonomisë ku është pyetur pikërisht edhe për sektorin e ndërtimit. Ka thënë që nuk jemi pranë, kemi bërë një raport detajuar, ja kemi dërguar presidentit, kryeministrit dhe parlamentit me disa nga rekomandimet tona, por nuk jemi në pragun e një flucke. Pra, dhe frika jonë është që mos përsëritet në Shqipëri historia 2008-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku të preket sektori kreditimit dhe për këtë kemi ndërmarrë disa masa, fjalët e guvernatorit të cituara. Si shihni juve sektorin e ndërtimit? Shiko, një gjë është e sigurt. Ti sektorin e ndërtimit e njeh shumë mirë. Jo, një gjë është imobiliar, sektori imobiliar. Jo, nuk e njoh, jo. Po një gjë është e sigurt. Edhe po të ishim në prag të fluskës, edhe po të ishte duke shpërthyer fluska, guvernatori nuk do thoshte që jemi në prag të një fluske. Po prandaj po pyes. Sigurisht ajo para një herë. E dyshoj që guvernatori të thot publikisht gjërat që para një herë fakti që Banka e Shqipërisë ndryri me disa masa për të kufizuar kreditimin për blerjen e pasurive të paluajtshme, sigurisht që tregon që banka kishte një shqetësim dhe mos mendo se është aq e lehtë që banka e di që fluska do vi tani, sepse ajo nuk është një ushtrim matematikor. Ajo është një ngjarje ekonomike që ndodh dhe që ka një ser inputesh që të ndodhi. Që nga pritshmëritë e publikut, në sentimenti i tregut, mund ndodh një moment caktuar që dikush bën një veprim në treg dhe ai veprim interpretohet dhe kjo mjafton që çmimet të shkojnë ose lart ose poshtë dhe aty je përpara një ngjarje. Pra, nuk është që ti mund ta parashikosh fluskën me probabilitet apo me mundësi maksimale. Sigurisht, banka ka sinjale dhe fakti që ndërhyri tregon që shqetësim ndjen. Atëherë që ta vjen të pushme për publikun. Nga vjen fluska. Fluska vjen kur Endri, Klodi, Beni marrin kredi dhe vjen një moment nuk kanë mundësi të paguajnë kredit. Sepse çmimet rriten etj, bëhet kolaps. Kjo ndodhi në 2008 në Amerikë. Nga vjen fluska në Shqipëri? Çfarë mund ta provokonte fluskën në Shqipëri? Shiko, fluska vjen nga një ser faktorësh. Vjen nga ajo që ju thatë që njerëzit marrin borxh me idenë se po investoj tani se çmimi i pronës që unë po ble sot do të rritet pas disa kohësh dhe unë do ta shes atë dhe do fitoj para. Po. Vjen për shkak të një situate optimizmi ekonomik. Në Shqipëri nga mund vi. Kjo pse në Shqipëri nuk ka njerëz që marrin kredi dhe investojnë të blenë në prona. Ka. Po ka, pavarësisht se ka një pjesë shumë madhe që vjen nga burimet të cilat ne i kemi diskutuar gjëre gjatë. Ka dhe qytetar, shiko, Me kolegu Tutë, ekspertët ekonomie kam qenë në këtë studio, më kanë thënë që vlera e imobiliares është gati 2 fisha, më kanë thënë me vlera nominale, se sa është për llogaritur, që e te kalon kreditimin. Pra, ajo që është investuar në imobiliare në ndërtim, sot është disa herë më e madhe se sa kreditimi që kanë dhënë banka. Si një argumentim për të dalë që paratë që injektojnë janë jo të gjitha para formale, në mos gaboj, janë edhe burime informale. Në mos gaboj, stoku i kredisë Shqipëria është diku te 8 miliardë euro plus minus. Nga këto gjysma janë kredi të lidhura me sektorin e ndërtimit, që janë dhënë ose për blerje pasurish paluajtshme, ose për financim ndërtimesh, ose për financim hotelerie që pavarësisht se janë turizëm janë sërish ndërtim. Pra ekspozimi i sektorit bankar ndaj ndërtimit është i madh. Dhe është real. Kështu që ajo fakti që thuhet që jo shiko se vetëm një pjesë e vogël është financuar me kredi nuk qëndron shumë. Pra në raport me totalin e kredive që banka kanë dhënë, ndërtimi është sektori kryesor që që thith kredin. Dhe sigurisht që aty përderisa ka një ekspozim kaq të madh, ka një rrezik. Dhe rreziku tjetër është fakti që ka patur një rritje relativisht të shpejt të çmimit të çmimit pasurive të paluajtshme, të cilat nëse nuk shoqërohen me rritje të të ardhurave të popullsisë gjerë në të njëjtën mas, janë një faktor risku tjetër shtesë. Pra, por risk për ndërtuesin këtë herë.
që t'i mbeten apartamentet pa shitur. Po janë risk për ndërtuesin që t'i mbeten apartamentet pa shitur, janë risk për banka që kanë kredituar ndërtuesin, janë risk për Po mirë, qytetarin pse më fal, të bëj mirë, të bëj një pyetje logjike këtu. Ndërtuesi që ka marrë, pse mos ta uli çmimin dhe dalin tek ajo që të gjithë thonë, kur do ulen çmimet në Shqipëri? Kemi rritje të kostos. Kemi rritje të kostove, të cilat realisht na çojnë pastaj tek rritje, po kemi dhe rritje artificiale të çmimit. Atëre kur ulen çmimet çfarë ndodh? A e the vet që ndodh ajo që ndodhi në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Pra kur ulen çmimet, nuk është vetëm ndërtuesi që do ta psoj. Janë dhe ata të tjerët që kanë blerë një pronë për ta investuar, kanë marrë një kredi dhe do ta shesin pronën me humbje dhe pastaj nuk do kemë më fuqinë të shlyej kredinë e tyre. Kjo pra çon. Andaj për llogaritë se deri ku duhet rraj tregu imobiliar për shembull, nëse kompanitë e naftës llogarisin që mos ta kalojnë $70-80 për fuqi, sepse nën dhe mbi është jo e mirë për ekonominë, për konsumin dhe për ato vet. Këtu në tregun imobiliar në Shqipëri ka ndonjë ide se ku duhet rrave çmimi apo si ka hyrë njëri sa llogaria thotë që mbi këtë është e tepërt, nën këtë shkon kolaps gjithë tregu dhe gjithë. Shko pa, askush nuk mund ta ndaj dot atë se kush është çmimi optimal se sa duhet jetë, kush është niveli optimal se sa duhet jenë çmimet e banesave në Shqipëri. Ajo në fund fare është një raport kërkesë-oferte. Problemi është që për te mekanizmit, ose më saktë mekanizmi kërkesë-ofertës shpeshherë ndikohet edhe nga pritshmëritë e atyre që bën transaksione në treg.